Ndalemi në hapësirën e intervistës. Për gjatë minutave në vim do të diskutojmë dhe do të analizojmë të gjitha zhvillimet e aktualitetit politik në vendin tonë dhe më konkretisht do të ndalemi tek raporti OSBE ODIHR, i cili vlerëson se procesi zgjedhor ishte administruar profesionalisht dhe konkurrues, por u zhvillua në një klimë të lartë polarizimi politik dhe pabarazie mes forcave politike. Në raport evidentohet se garuesit nuk kishin kushte të barabarta për të zhvilluar fushatën, ndërsa për Partinë Socialiste thuhet se përfitoi nga përdorimi i gjerë i burimeve administrative për gjatë gjithë fushatës elektorale dhe asaj zgjedhore. Këto e shumë të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë me avokatin Gylsen Zhlima, i cili më bashkohet në këtë moment në një komunikim të drejtë për drejtë. Avokat, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Avokat, OSBE ODIHR thot që zgjedhjet parlamentare të 11 majit në Shqipëri kanë patur një klimë të lartë polarizimi politik dhe pabarazie mes forcave politike. Janë evidentuar se garuesit nuk kanë patur kushtet barabarta në zhvillimin e fushatës, ndërkaq për Partinë Socialiste raporti thekson se ka përdorur masivisht administratën publike për fushatën zgjedhore. Kur e kemi përballë këtë raport, avokat, me të gjitha hapësirat dhe diskutimet tona ndër vite, si mund ta përkthejmë ose si mund ta komentojmë dhe si mund ta analizojmë këtë raport dhe çfarë kërkon ky raport të theksoj për opinionin shqiptar? Ky raport goditi procesin zgjedhor, ky raport goditi mënyrën se si ne organizojmë zgjedhjet dhe pas këtij raportit duhet normalisht të bien te qeveria, sepse në këtë raport tregohet qartësi që e gjithë administrata shtetërore ka është përdorur nga partia në pushtet dhe ajo që ky raport tregon qartë është që Shqipëria është shndërruar nga një parti në pushtet. Pra, Shqipëria është Shqipëria, por partia është partia dhe këtë gjë e ka vetë thënë edhe ky raport. Por përveç kësaj ju duhet kuptoni dhe bashkërisht kuptojmë si shoqëri që ky raport tregon shoqërinë shqiptare. Pse tregon shoqërinë shqiptare? Sepse ne e dimë shumë mirë se pse qytetarët votojnë një subjekt politik ku është në pushtet. Çfarë? Vendi i punës, siguria e punës, që nesër mos më heqin nga puna dhe mos përgëzin nga puna, për arsye sepse nuk kam besim tek institucionet shtetërore siç është gjykata. Dhe pse ndodh kjo? Ndodh nga njerëz të cilët nuk duhet të kenë frikë ligjin dhe zbatimin e tij, që është administrata publike. Nga aty fillon e gjithë telashet me institucionet tona shtetërore që janë po edhe kushtetuese. Prandaj ky raport tregon qartësi që në Shqipëri nuk zhvillohen zgjedhje të lira e të barabarta, por zhvillohen zgjedhje të lira edhe të atë termin e famshëm që thuhet të ndershme. Nuk mund të ekzistojë fjali e ndershme kur nuk është e barabartë dhe kjo thuhet edhe në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Aty kur nuk ekziston barazia, atëherë do të thotë që kemi të bëjmë me shkelje jo vetëm të një procesi zgjedhor, por në shkelje të rëndë të kushtetutës, por edhe të sistemit demokratik që kemi zgjedhur ne si shoqëri. Avokat, ka diçka interesante në të gjithë vazhdën e këtyre zhvillimeve politike në vendin tonë. Vëzhguesit ndërkombëtar dhe raportet ndërkombëtare kanë qenë gjithmonë prezent me misionet e tyre të ndryshme të dërguara në vendin tonë, qoftë për të vëzhguar gjuhën politike, apo qoftë edhe për të vëzhguar procese siç mund të jenë zgjedhjet lokale, apo qoftë edhe zgjedhjet parlamentare. Dhe pas çdo procesi zgjedhor, ndërkombëtarët i kanë realizuar raportet e tyre, por deri më sot, pavarësisht problematikave të cilat kanë hasur ndërkombëtarët të publikuara qoftë edhe në raportet e tyre, nuk mund të themi se kemi një lloj ndryshimi në mënyrën e politikbërjes apo qoftë edhe të qeverisjes. Pra, ndër të gjitha këto vite nuk mbajmë mend që një raport i këtyre organizatave të ketë ndikuar drejt për drejt tek fituesi apo tek humbësi përveç debateve politike dhe debateve të ndryshme televizive. Çfarë mesazhi është kjo dhe çfarë na bën të kuptojmë?
Shiko, pyetja jote ka shumë nënkuptime, por edhe shumë pikpyetje të tjera, po edhe unë dua të them vetëm pjesën që qytetarët duhet të kuptojnë që një raport i cili është ndërkombëtar është thjesht një opinion. Pra, ne zhvilluam zgjedhjet dhe nga këto zgjedhje, këto institucione patën mundësi të monitorojnë procesin zgjedhor. Ky raport opinioni është për vlerësimin e vendit në vendet perëndimore. Pra, në rast se Shqipëria don të aspirojë dhe të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, një kryeministër, një shteti antar thotë, më fal, unë do shikoj pak opinionin që ka ky institucion, të shikoj që ky shtet i cili do të antarësohet në Bashkimin Evropian e kupton termin demokracia apo nuk e kupton. Dhe kjo është një referencë, një reklam që si ndodh dhe si është procesi në Republikën e Shqipërisë se si zhvillohet. Por përveç kësaj, ky raport jep edhe një mesazh tek politikbërja e brendshme, çfarë? Që nga ky raport duhet palët politike të mblidhen, jo të bëjnë reforma zgjedhore dhe në fund fare po të njëjtat fjali, po të njëjtin rezultat ka, por ajo që duhet është nëpërmjet këtij raporti dhe në rast se ti je drejt një Bashkimi Evropian ose je drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, ti ta marrësh të raportet ta bësh mjet komunikimi me palën kundërshtare. Kjo nuk ndodh në vendin tonë. Pse? Sepse sot është barazuar pushteti, pra barazohet me Partinë Socialiste. Kjo nuk tregon forcë që një parti ka kaq pushtet edhe do ta ketë gjithmonë. Asnjëherë që ka pas pushtet absolut nuk ka qëndruar në jetëgjatësinë e tij. Pra ka përfunduar. Ky raport godet Partinë Socialiste, e di pse e godet Partinë Socialiste? Për ata që shikon pa emocion, jo me emocion. Sepse nesër po erdhi një autokrat tjetër, Partia Socialiste do të jetë në opozit, nesër nuk do ketë Partia Socialiste një recetë apo një alternativë të dytë thotë që shiko sa diktator është Gylseni, nuk na jep këtë, nuk na jep atë, nuk na jep. Pse? Sepse do të thotë ai nesër, po kur ti ishte Gylseni në vendin tënd, në vendin e atëre ku jetë sot ti në opozitë dhe ka ardhur në vendin ku je sot ti nuk e llogarisje, ti nuk e shikoje, se thoi një kundërshtar i dobët sepse kishe joshur dhe kishe lyrë të gjithë pushtetin tjetër, ose të gjithë pushtetet tjetër ndërkombëtarët. Pra i kishe joshur në forma të ndryshme. Prandaj në logjikën formale dhe të njerëzore të qytetarit të thjeshtë, të kuptohet që kjo që tregon me ndërkombëtarët raporti dhe kjo tjetra që për qytetarët shqiptar duhet të ndërgjegjësohemi të gjithë dhe të kemi vullnet politik të gjithë që më erdhi momenti të bashkëbisedojmë jo vetëm për këtë raport, por të japim një alternativë rrugëzidhje, sepse nuk mundet më të vazhdoj kjo qëndrueshmëri e tillë, sepse ajo që goditet nuk është vetëm sistemi politik. Shteti, i dashur Albi, shteti duhet të ishte gjë ka vazhdimsinë. Partia nuk është e vazhdueshme. Ndalon, ngec në çdo moment, është në një makineri që vazhdon sipas votës dhe pushteti çfarë ndodh? Ndikon tek shteti dhe këtë gjë duhet ta marrë në konsiderat Partia Socialiste. Pse them Partia Socialiste? Nuk mund të presim ne të huaj të bëjnë gjithçka për Shqipërinë. Duhet edhe palët politike, përfshin Partinë Socialiste, përfshin dhe qytetarët shqiptar të kuptojnë që nuk mundet të vazhdohet me shtet pushtet një parti ta ketë. Pse? Sepse sot të gjithë ato që ka ndodhur nga ngjarja e fillojmë nga rasti i gjyqtarit që u vra në mes të sallës, duhet faturohet tek Partia Socialiste, se ajo qeveris vendin dhe nuk mund të çosh përtej Partisë Socialiste të thuash që fajin e ka opozita. E di pse nuk e ka fajin opozita në këtë rast, sepse mjetet e gjitha t'i jep pushteti dhe prandaj në këtë raport tregohet qartë që edhe ndërkombëtarët të ndërhyjnë, po edhe mos të ndërhyjnë ata, përsëri Partia Socialiste e ka avantazhin sepse është partia që qeveris vendin në 2017 në vazhdim. Dhe prandaj po them që roli i ndërkombëtarëve nuk është një rol i cili është vendimtar, por është thjesht një rol i cili është orientues edhe për brenda vendit, por edhe jashtë vendit. Por jashtë vendit dua të përmend një fakt tjetër, Macroni në Ballkanin që patën atë Ballkani që ishte për vendet ballkanike në Angli, e dëgjuat shumë mirë, çfarë tha? Nuk është gati Shqipëria në Bashkimin Evropian, ndërsa këtu vinte dhe na thoshte që ne jemi gati. Tani, si ka mundësi? Një raporti që tha Macroni në Shqipëri nuk jemi gati, ose jemi gati, ndërsa në Angli nuk jemi gati. Kush ka çaluar?
çfarë nuk po ecën mirë, pra do të thotë që këtu Macroni vinte dhe na mashtronte, ndërsa në Angli pas ka lexuar raportin e 11 majit, ose në Angli pas ka lexuar edhe raportet të tjera të cilët ne nuk i dim. Pra do të thotë që situata që ne jemi sot në vendin tonë nuk është kaq shumë e mirë, jo vetëm në rastin po folën ndërkombëtarët. Ne shikojmë shumë mirë, shikoj gjyqjet, e shikon realitetin me sy, shiko se si ndodh me administratën publike, e shikon realitetin me sy. Pra, ne i shikojmë lajmet, po thjesht nuk emocionohemi, sepse është ajo fjala e famshme që çdo gjë duhet ta bëjmë film, po nuk bëhet film gjithçka. Të paktën edhe po ta bësh film, edhe roli i protagonistit duhet të jetë që të shuaj flakën dhe flaka mos të shkojë te shtëpia e çdo shqiptarit. Sot i dashur Albi, flaka ka shkuar te dera e çdo shqiptari, me parti pa parti, po nuk mund të arrim në justifikimin që ndërkombëtarët duhet na shpëtojmë. Po nuk e nxorë ti vetat e nga balta, nuk ta nxjerr ndërkombëtari. Ndërkombëtari investojmë që ti të rish në balë, që të jesh gjithmonë varfanjaku, të jesh gjithmonë ai që je nevojtari, sepse ai do të jetë afendi jot. Prandaj në rast se nuk e kupton shqiptarët këtë, sigurisht që çdo ndërkombëtar do investojë që Shqipëria të jetë me këto raporte, do investojë që Shqipëria të jetë e varfër gjithmonë. E di pse? Sepse i varfri kërkon shpëtim, pra kërkon për te vetes. Dhe duke jetuar në luksin e varfërisë, si e kemi thënë gjithmonë, prandaj dhe çdo raport ndërkombëtar është plus për ndërkombëtarët, sepse një ndërkombëtar i cili ka ardhur para shumë vitesh në 2019, kur ka ikë nga eurodeputet supozojmë, ka ardhur në Shqipëri dhe ka hapur OJF, e di ti këtë si fakt? Jo, po duhet ta gjesh. Ata të cilët e din si fakt, e din, po nuk e di e gjithë opinioni publik. Për rasti ambasadorës amerikane, Yuri Kim, dilte këtu me bodyguard, policë, flamur amerikan, po në fund fare përfundoi një person i cili do të gjej punë në sektorin privat. Pra, e kuptoni ju çfarë kanë bërë ambasadorët dhe ndërkombëtarët? Vinë këtu edhe na flasin për të drejtën, dhe në fund fare ne çfarë themi? E drejta nuk është ajo që dhurohet nga jashtë edhe sillet brenda. E drejta është luftohet nga brenda vendit që të kemi sovranitet. Se unë e di që jam me sovranitet Republika e Shqipërisë, nuk e di që Republika e Shqipërisë ka diferenca në lagje në shtet apo jo në shtet, po nga lagje në fshat apo në qarqe. Unë e di që ka diferencë shtet në shtet. Por ajo që bëjnë këto raporte na tregojnë qartësi që problemi është tek shqiptarët, nuk është ndërkombëtarët. Pra, kush është shqiptar? Edi Rama. Çfarë është Edi Rama kryeministër? Nga vjen Edi Rama nga Partia Socialiste, se s'ka dalë Edi Rama vetë aty dhe thotë unë votoni mua. Pra, ka marr peng një parti. Duke marr peng një parti, do të thotë që ka marr edhe njerëz të tjerë peng. Edhe nga marrja peng të njerëzve të tjerë, duke thënë kaq shumë shqip, ka marr peng edhe votuesit e tij, që mendojnë e keqja është të gjithë të tjerët përveç atit që situata nuk po i shkon mirë dhe i ka dalë jashtë shinave. Dhe përveç jashtë shinave, duhet të parashtroj një fakt të rëndë që akoma nuk po e kupton shoqëria shqiptare. Vrasja e një gjyqtari në sallë të gjyqit është akt terrorist, jo thjesht një kriminal, jo thjesht nuk u binda me vendimin e gjykatësit. Pra është një akt i rëndë që autoriteti duhet të zgjohen nga gjumi. E di pse nuk zgjohen autoritetet, sepse e kanë bërë biznes. Çfarë është biznesi? Mblidh votat i mua për partinë që është në pushtet dhe unë të garantoj vendin e punës. Po çfarë tregon kjo? Debilizëm. Çfarë? Nuk punojnë për të drejtën e vendit, nuk punojnë për vendin, thjesht punojnë për vetëm që partia të jenë në pushtet dhe në fund fare pasiguria të jetë në kulm. Prandaj them që raporti tregon qartësi që Shqipëria nga 1991 deri më sot është zero, nuk ka mundësi as të zhvilloj zgjedhje e as të quhet një vend demokratik kur partia barazohet me shtetin dhe pushteti mbikëkarkon me faturat të rënda shtetin. Avokat, cili do të jetë ndikimi të paktën këtij raporti pavarësisht se ne zauruam tek pyetja e mësipërme, po cili do të jetë ndikimi përveç rikthimit të retorikës së protestave masive të paktën nga ana e Partisë Demokratike që tashmë do ta përdorë këtë raport si një mjet sulmi kundrejt qeverisjes së kryeministrit Rama dhe a beson tek deklarata e zotit Berisha, i cili theksoi se raporti
I OSB Odir foli. Tashmë është radha jonë të flasim dhe të përgatitemi për protestat më të mëdha pas viteve 90, një deklarat që është shumë e njohur në opinionin publik, por edhe për ne të cilët i kemi ndjekur dhe i ndjekim çdo ditë zhvillimet. Shko, protesta duhet të ketë patjetër në çdo vend që kërkon të jetë më i fortë në demokraci. Duhet kuptojmë diçka. Demokracia nuk është absolute. Diktatura është absolute. Pra çfarë do të thotë? Kur ti don të jetosh në demokraci, duhet të shprehesh, duhet të flasësh, duhet të reagosh, duhet të veprosh brenda një kuadri legislativ të cilët e kemi pranuar, sepse duam të jetojmë në një sistem demokratik. Dua t'ju citoj këtu diçka që bën në praktikën e saj e arsyetimit të një vendimit kushtetues, gjykata kushtetuese. Kur merr në një referencë ose kur merr në një analizë një akt ligjor apo non ligjor, thotë në një sistem demokratik. Pra, ne kemi rënë dakord që të ndërtojmë një sistem demokratik dhe ai ditë për ditë fuqizohet dhe duhet të mbrohet, sepse nuk është absolute demokracia, se gjithmonë kanalet e errta, siç është pushteti ekonomik dhe pushteti i bandave dhe mafjave, ato që thënë vazhdimisht, kërkon gjithmonë që të kapi pushtetin demokratik. Pse? Se janë format ato të cilët mund të instalojnë diktaturën. Dhe diktatura nuk mund të iki vetëm me një protest, por nuk mund të iki vetëm me një marrëveshje. Pra, diktatura ikën kur populli gjen veten e vet, nuk jeton në varfërinë, nuk justifikon varfërinë si jetë luksi dhe jetë mjeti. Pra, nuk mund të justifikoj unë 100.000 lekë në një pensionist që i ka dalë shpirti edhe ai shkon edhe nga mes deri në darkë voton të njëjtën parti. Pra, ai njeri don të jetojë në varfëri. Ti çoj jo raport, jo çoj protesta, voj dhe vendosi aty edhe një modeliste më të bukur në botë, vendosi aty që ta votoj, ai nuk do ta votoj sepse ai është i zhytur në mendjen e tij që këtu nuk bëhet shteti dhe se këtu është kjo situatë, sepse ai mendon se akoma demokracia duhet i dhurohet nga ndërkombëtarët, nga raporteve, nga peshqeshjet apo nga protestat. Pra, ai njeri që është zhytur në varfërinë ekstreme, ai nuk kërkon rrugëzidhje, sepse ai është i kënaqur edhe me 100.000 lekë. Por aty ti thuash zgjohu nga gjumi sepse raportet ti kanë bërë gati, por ti nuk je aktiv. Prandaj Partia Demokratike, partitë të tjera politike patjetër duhet të reagojnë dhe patjetër duhet të protestojnë. Tani, a kjo protestë konvertohet me votë? Qytetarët ndërgjegjësohen dhe nga ajo varfëria e luksit që ekziston aktualisht, që ata akoma mendojnë se fajin e ka vetëm një individ në këtë vend, dhe këtu ke një individ i cili pothuajse situata po i del jashtë kontrollit, me vedi e pa vedi është gjë tjetër kjo gjë, por ama po i del jashtë kontrollit dhe ke një qytetarë të cilët thonë flasin për problemin e pronave dhe thënë problemi nuk është politik, ndërkohë ligjin ta voton parlament Partia Socialiste. Pra këtu është të flasësh me veten. Prandaj e gjithë situata që ndodh në vendin ton është që nuk ka rëndësi a bën protesta apo jo. Rëndësi ka qytetarët e kuptojnë që protesta kërkon qytetari aktive, pra unë të them dil dhe protesto, nuk më intereson atë protesta është X apo tjetri, sepse në rast se unë e marr të mirëqen që nuk më pëlqen ti Albi, nuk dal të ty. Po jo, nuk është e thënë me që nuk duhet të dalë të ty, po duhet të dalë edhe të ty, duhet të dalë edhe të gjithë të tjerët. Pra, nuk do të thotë që ti ke një makinë nderuar edhe pas ke makinë të luksi, pra një makinë që kushton 100.000 euro. Po ku e din ai tjetri? Ajo ai ka marrë me qera, ai ka marrë një shoku. Pra, ne si qytetar duhet të aktivizohemi, që të dalim në terren të shiktojmë situatën, jo të jetojmë me varfërinë, me padrejtësinë dhe të japim të aprovojmë çdo padrejtësi. E dini ju sa vendime gjyqësore dalin kundër qytetarëve shqiptar? E dini ju se sa vendime padrejta ka sot gjykatat? Po si duhet të rruzidhur ky? Pa një reagim popullor? Se ai mendon, e di çfarë mendon një gjyqtar, shumë e thjeshtë kjo. Thot, unë e kalova vettingun, do rri edhe 10 vjet këtu, do bëj korrupsion sa të ndoj shpirti, sepse unë vettingun e kam kaluar, ai tjetër nuk më kap sepse unë e kam kaluar me mikat e gjë. Pra, në rast se ne i lejojmë ata me heshtjen tonë që ai tjetri ta vazhdoj korrupsionin e ta bëj kulm
korrupsionin, pastaj do dalin dhe themi gjithë, ku ishte momenti? Po ku ishe ti, more? Ai thirriti për protestë, fillove duke justifikuar, jo është Saliu, jo Ilir Meta, jo Gylseni, jo Albi, po arrite këtë gjë që të futesh në lojën e pushtetit aktual që ka sunduar gjithçka edhe të justifikosh që nuk dal sepse është ky tjetri, i bën që ai do të investojë gjithmonë që ti të jetosh në varfëri dhe ti të goditesh gjithmonë. Dhe çfarë po ndodh në vendin tonë në këto momente? Aktualisht po fillon të goditet dhe pushteti ekonomik. Prandaj e gjithë situata është kjo, nuk na intereson vetëm raporte, nuk na intereson vetëm të dalim dhe të reagojmë. Ne duhet të reagojmë patjetër, po duhet jemi aktiv gjithmonë dhe jo të jemi pasiv në kuptimin që na fton PD-ja, na fton X-i. E di çfarë edhe çka tjetër që ta përfundoj. Ajo që vura re në këto zgjedhje të 11 majit ishte kjo. Si ka mundësi qytetarët që dolën për ujin e pishëm në një vend shkuan pothuajse të gjithë edhe votuan. Tani i shkuan ata apo dikush ja mbushi kutin. Edhe në rast të dyja, në rast në ka ndodhur të dyja gjërat, është e rëndë, sepse ti nga njëra anë qash, nga ana tjetër shka aprovon. Pra kush e ka fajin pastaj? Dhe në fund fare shkon te avokati thua, avokat na shpëto. Më fal, kur ti e vrave veten vet, ç'a do bëj avokati vet? Thjesht vetëm të marr pjesë në ceremoni. Prandaj e gjithë situata që unë po shikoj edhe po bashkarisht duhet të ndërgjegjësohemi është po, duhet të reagojmë dhe patjetër pse jo, mos i themi klasë politike, zonja dhe zotri, është momenti për një paqe. Në rast se vendi destabilizohet, në rast se politikbërja që ai mendon që do ta çojë Shqipërinë në 2027 në Bashkimin Evropian, që nuk shkohet, harroj këtë gjë, nuk ka antarësim në 2027, po nuk ka kurrësi një antarësim i plot. Deri në 2030 as bëhet fjalë. Është mashtrim. Populli shqiptar nëpërmjet një referendumi popullor shkon në Bashkimin Evropian. Në rast se do Partia Socialiste ta çojë duke justifikuar veten edhe duke çuar shqiptarën në varfëri ekstreme, është përgjegjësia individuale atë që e bën. Dhe përveç kësaj, duhet të kuptojmë që sot jemi në një krizë e cila euro dhe leku është 95. Pra, në rast se shkon më poshtë, ata të cilët do rrezikohen do të jenë dhe importuesit dhe eksportuesit dhe tregu i brendshëm. Prandaj përgjegjësia do të mbetet te qytetarët, prandaj qytetarët duhet të reagojnë. Në rast se nuk reagoni, ai e ka justifikimin e radhës dhe ju do të jeni viktimët e radhës. E dini pse do jeni? Se do mbushen qendrat e papunësisë dhe në fund fare do ju thonë merrni biletën e emigrimit. Por e di pse do të bëhet kjo gjë, sepse nuk reagove për raportin e OSBE Odirit, nuk reagove kur të ftoi opozita, nuk reagove kur të ftoi sindikata jote, nuk reagove për asgjë dhe nejte dhe bëre pakt me pushtetin në heshtjen tënde. Prandaj reagimi duhet të jetë masiv dhe qytetarët duhet ndërgjegjësohen dhe mos presin që ndërkombëtarët do t'i shpëtojnë. Nuk do e shpëtojnë ndërkombëtarët, po nuk e shpëtovët ju veten edhe po nuk e dhatat që duhet Shqipërisë, shpresën. Shpresa kalon edhe nga qytetarët dhe për në rast se qytetarët bën pal me padrejtësinë, është e sigurt që do t'i bashkëqëroj kudo që ato të shkojnë edhe jashtë shtetit, sepse aty ku do shkosh jashtë shtetit, mos mendo se tetri do ta ketë shtru tapetin e kuq, edhe më bësh mua nga mjes deri në darkë më thuash që nuk bëhet ky vend, ndërsa ti je shkobën punojës edhe nuk ke të drejtë flasësh. Prandaj e gjitha kjo që un po shikoj është duhet reagim. Edhe raportet, edhe me të gjitha, ne duhet të reagojmë. Faleminderit shumë që ishe sot në Fox News, avokat. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Faleminderit. Publicitet rikthehemi pas pak.